Zoti Berisha, tashmë me largimin e Altin Dumarin nga prokuroria e posaçme, a do të vazhdoni ta quheni SPAK-un si organizatë kriminale dhe a besoni se Klodian Braho do të bëjë hetime të drejta? Edhe një herë, cili do që mendon se deklaratën për organizatë kriminale e kam politike, i kërkoj vetëm një gjë, të lexoj dosjen Toyota Yaris. Cili do? Të lexoj dosjen Toyota Yaris. Vetëm të ka shumë dosje tjera, po unë po them vetëm këtë. Dhe do bindet nëse ka në skap një grup të strukturuar kriminal apo një organizatë kriminale të përbërë nga tre, se kjo dallimi është, mos gaboj unë, mbi numrin e antarëve, ose një grup. Unë mund të numroj këtu, brenda skapit të paktën 5. 5 emra aty. Atëherë, në qoftë se ti i ke të gjitha këto, dhe ti nuk merr asnjë mas, brenda skapit, si mund të besoj unë? Mos më mbetet gjë tjetër dhe njërë të kërkoj të gjitha atyre që kanë objeksion për këtë cilësim timin, lexoni atë dosje dhe më thoni kush e ka gabim. S'mund thëmë kur. Dhe nesër po t'i gjej një dosje të këtij, absolutisht e një gjë do them, po t'gjej një grup tjetër. Unë jam opozit, do mbroj interesin publik pavarësisht nga çdo çmim. Ja u them ju këtu. Pavarësisht nga çdo çmim, do mbroj interesin publik. S'kam asgjë. Merr ti dosjet 184 dhe 338. Dosje zyrtare, legale të krimit monstruoze elektoral. Çfarë ti them ati? Po ato kanë bëjnë me themelet e pluralizmit. Kjo është e vërtetë. Nuk kam se unë rasisht kam pak të dosje, mund të ketë të tjera që janë më keq. Po, dosja Toyota Yaris është dosja që fakton atë që kam thënë unë. Ka dhe dosje tjera që faktojnë. Qarë? Po pse di shkon dhe merë një komisioner apo një person X në arte, kurse Taulan Balla që bën pazarin e votave me bandën e Elbasanit, dhe e ke në dosje, si thua një fjalë. Më thuj, a është kjo? A duhet opozita të qëndrojë? Unë them se po. Zot Berisha, i pari nga politika shqiptare që uroi Klodian Brahon për detyrën e re ishte kryeministri Edi Rama. Po ju? Lexo pak si e uroi. Mshirë. Kaq ishte. Mshirë. Kaq. Pyetja e dytë. Ditën e djeshme në 35 vjetorin e Partisë Demokratike këtu në Selim Blu pati një mungesë Ervin Salianjin, i cili zgjodhi ta festoi në Gjirokastër me një foltore. Ishte mungesë me arsye apo pa arsye? Nuk e ka ndjerë. Për të qenë aty duhet ndjesh për vjetorin. Kaq. Nuk e ka ndjerë. Në vazhdimësi të festës së 35 vjetorit, në një klip 15 minuta për historikun e Partisë Demokratike, zyra juaj kishte retushuar Lulzim Bashën, 8 vjetë kryetari Partisë Demokratike, i mirë apo i keq, ju ka drejtuar për 8 vite
ju nuk e ndjet për ta vendosur Lulzim Bashën, të paktën një fraksion sekundi në atë klip? Spari të siguroj që po ta kisha bërë unë atë klip, do ta kisha bërë ndryshe. Por, po të kisha vu Lulzim Bashën, do t'i vija një kryq, të kuq, sepse Lulzim Basha e dëmtoj opozitën shqiptare, pra nuk them se nuk mund mos ishte, po do ishte me një atë që meritonte. Besoj se u përgjigja këtu. Po, dhe... Ja, pra ne të lutëm shikoj pak me vëmendje. Faleminderit Toriana, bravo. E shef, pas ka qenë, mos thoni, në punën e ti ishte. Dhe një pyetje tjetër, ju thatë që zoti Rama kërkoi mëshirë dje nga Klodian Braho, pra kjo do të thotë që sipas Partisë Demokratike ka marrë fund epoka kur zoti Rama kontrollonte SPAK-un, sipas jush? Tani, ti drejt e ke. Të garantoj që Edi Rama nuk heq dorë kur nga kontrolli i SPAK-ut. Nuk heq dorë, s'mund të heq dorë ai. Çfarë u tha, më falni lutem. Merrni pak, transkriptoni bisedën që ka bërë ai të nesërmen e komunikimit të akt akuzës së SPAK-ut ndaj Lubi Ballukut. Të nesërmen Rama, ajo i ka kërkuar Ramës të mbledhë në selinë e Partisë Socialiste. Në selinë e Partisë Socialiste. Kryesinë e Partisë Socialiste dhe qeverinë. Imagjino tani ti. Në atë mbledhje, violinë e parë nuk ka qenë Rama, ka qenë Lubia, e cila u kërcëllit i dhëmt, se i cilit aty, me kërcënimin guxoni, sepse ja fshin ato, filluan ato të ja fshin statuset, pëlqimet, shërët, nga rrjetet sociale. Edhe kjo, e kuptoj që nga kjo fshira do kalojnë në komentet negative. E para që të flasi, pari që do të flasë, do të marrë me vete u thatu. Dhe me gisht, njerë të regon të Ogertën, e cila duket kishku nërmen se da zëvënsonte, herën tjetër Plumbeshën, pra nuk la edhe, po këta i ka zjedh vetë, pra shumicën e ministra i ka zjedh vetë, pra këto që i konsideronte, fliste dhe i tregonte me gisht. Dhe Rama, pasaj, të themi këtu, thoshte, që SPAK-u është kundër Partisë Socialiste, po reale, është kundër Partisë Socialiste, si pas qytetare digital gjithmonë, nuk ka asgjë Belinda, jo, e kanë me mua. Çdo gjë, thoshte Rama, e kanë me mua. Pra, aty frenat në dorë i ka marrë Belinda, Lubia. Sigurisht që kjo çështje tani ka eksploduar, por edhe kjo ka habite vetë brenda. Se të lash në arrest shtëpi ti, ata drejtorë që mund të përmbysin çdo arkiv, të pezullosh Lubin, hajde për Lubin se mbasi e gjykojnë që Rama s'do e heq imunitetin dhe janë detyruar me marrë se ata për atë do e çojnë Lubin te Lalvjedhsi.